të drujnë përgjithsisht në raportet e OSBE Odirit. Kjo gjua e këtij raporti është as mish, as peshk, as bar, as dru. Është gjua e cila nuk i shton asnjë gjë cilësisht, pra ose efektivisht diskutimit ton të brendshëm, dhe nuk fjala vjen pra heziton OSBE Odiri, heziton raporti që ka përpiluar që të adresoj shqetësimin kryesor që është sistemi aktual na garanton që vullneti zgjedhësit të vej aty ku niset apo deformohet rrugës. Edhe në qoftë se ky diskutim hapet, ky raport nuk mund të niste me të drejtën e invalidëve për të votuar të lirë dhe pa pengesa në kuptimin e aksesit në qendrat e votimit, por duhet të adresonte pikëpari formulën zgjedhore në Republikën e Shqipërisë, mënyrën se si po themi të gjitha subjektet zgjedhore janë të barabartë në votën apo në mënyrën se si votuesi hedh votën dhe ajo numërohet eksaktësisht sikurse vullneti i tyre është nisur, pra është iniciuar. Pra, vetë fakti që ky është dhe raporti njëkohësisht më i vonuar e bën atë dyfisht të munguar për të huazuar tashmë nga drejtësia një maksim. Ne nuk kemi patur raste të tjera që raporti përfundimtar i OSBE Odirit të vi 6 apo 7 muaj pasi kanë mbaruar zgjedhjet. Mund të ketë bëj kjo me një farë lufte që mendohet që është bërë pas kuintave? Nga të dhënat që unë disponoj, më shumë se sa luftë, ata kanë zgjedhur të mos ndihen të turpëruar për shkak se Shqipëria do duhet ballafaqohet tani për disa ditë me një palë zgjedhje që nuk janë të thjeshta, janë pra më shumë se gjysma e votuesve të regjistruar shkojnë në këto zgjedhje për shkak se edhe Tirana është pjesë e këtyre 6 bashkive të cilat duhet të shkojnë 2 zgjedhje pa bërë raportin e 11 maj. Do të ishte një humbje totale e kredibilitetit të OSBE Odirit për të validuar atëherë kur realisht është diskutimi për të pranuar apo jo rezultatin e zgjedhjeve. Ky raport nuk i vlen askujt, përveç faktit që do diskutohet 1 apo 2 ditë dhe për shkak të rrethanës se është jo substancial. Pra, po themi, një raport substancial, të paktën në vlerësimin tim, duhet të ishte. Fjala vjen. Dakord, ka disa kritika për këtë grupin ndërinstitucional që do të adresonte krimet zgjedhore. Por ne e kuptojmë që OSBE Odiri ka një limitim në mandat për të vlerësuar çfarë? Zgjatjen e hetimeve në Republikën e Shqipërisë, që tashmë siç e kemi komentuar apo do kemi mundësi ta flasim pak më vonë, shkon 1 vite, 2 vite, 3 vite dhe si thua rinë sirtar prokurorie çështja pa shkuar akoma në gjykatë. Kjo e pamundson Odirin që të merret me këtë çështje sepse mandati i tij fillon dhe aktivizohet me fushatën zgjedhore dhe përfundon sot. Pra, ka përfunduar mandati i vëzhguesve kur u shpall rezultati i votimit, pra u mbyll numërimi votave dhe ata kanë sjell sot raportin. Detyrimisht ata nuk mund të thonë dot gjë për çfarë, pra atë që ka qenë krye argumenti i diskutimit dhe asaj që kjo e kritikon si raport. Polarizimi palëve. Palët janë polarizuara sepse këtu ka paranoj, pra njëra palë pretendojnë që krimet zgjedhore janë të atilla që tjetërsojnë vullnetin e zgjedhësve dhe pala tjetër thotë që shikoni, rini të qetë sepse ne kemi marrë masat dhe këtu ka një mosbesim të thellë. Pra çfarë diskutohet? Nuk diskutohet programi politik më i mirë apo më i keq. Diskutohet nëse ai që bën krim në kuptimin krim zgjedhor është i lejuar apo i penguar nga ligji dhe me sa duket, pra palët u janë ndarë që vetë përdorimi i resurseve të shtetit publike për përfitim elektoral që është vepër penale në një farë kuptimi, apo mënyra se si, po themi, çdo përpjekje për ta modifikuar votuesin dhe rezultatin e lidhur me të përmes paras, premtimit, presionit, heqjes nga puna, marrjes së punë, quheni si doni, janë elementet që shformojnë vullnetin e zgjedhësve. Do të ishte dinjitoz ky raport nëse do të kishte guxuar ose këto i thot, ai pranon këto raporte që kanë ndodhur. Për shembull, në raport nuk gjenden, fjala vjen, kritika të vendosura. Pra kritikat nuk janë të vendosura në gjykimin e OSBE Odirit, por raporti gjen një gjuhë që i shmanget përgjegjësisë dhe thotë disa parti të vogla raportuan se 1, 2, 3, 4, 5. Ne fjala vjen patën vëzhgues në kaq qendra votimi gjithsej dhe në 20 prej tyre, pra që nuk kupton një minorancë pa ndikim në rezultatin e zgjedhjeve, u raportuan disa probleme me kualifikimet e duhura të personelit për të bërë numërimin e votave për të bërë administrimin e procesit të votimit. Ka aty disa rekomandime që fjala vjen Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili lavdërohet në këtë raport për menaxhimin që i ka bërë zgjedhjeve, duhet marrë masa për të bërë trajnimin e zgjedhësve si të votojnë me makineri elektronike.